erdhëm. Risia jemi ne. Ne jemi ëndra, ne ndjekim modën, artin dhe luksin në botë. Nga shfaqjet e modës, tek momentet më ikonike të paskuintave, prezantimin e koleksioneve dhe trailerët e filmave, në shfaqjet tona mund të gjeni bashkëpunime interesante mbi modën, celebrities, designers, modelet dhe sigurisht një informacion të pafund për stilin, make-upin dhe trendet e kaluara. Ne jemi Grif and Chic. Grif and Chic has landed in Tirana. Ne jemi Grif and Chic. ne jemi Grif and Chic. Are you ready to travel with us? Grif and Chic në Tiranë. Mirë se erdhët. Do t'ju drejtojmë në botën e modës dhe koleksioneve. Do të shëtisim së bashku në planetin luksoz, që nuk është mbi hënë, por brenda nesh. Por mbi të gjitha, do të shijojmë notat e elegancës dhe të stilit. Shikim të mbarë. Nëse dëshironi të përmbledhni me një fjalë sfilatën e Louis Vuitton Cruise 2024 të zhvilluar në Lago Maggiore, kjo fjalë do të ishte ujë. Ujë si burim frymëzimi për drejtorin kreativ të shtëpisë së modës, Nicola Ghesquière, i cili ishte aq i magjepsur nga charmi misterioz dhe Izola Bellas, sa imagjinonte histori sirenash dhe përbindësha shteti. Gjatë 10 viteve të fundit, Louis Vuitton i ka mësuar ndjekësit e tij dhe të apasionuarit e modës nga e gjithë bota me vende ekskluzive për të organizuar sfilatat e modës cruise të markës, koleksionet të dizajnuara, posaçërisht për klientët kryesor që udhëtojnë në destinacione ekzotike. Në Itali ishte Isola Bella, një ishull i vogël privat në Lago Maggiore, që i përkiste familjes Borromeo, që mirëpriti shfaqjet magjike dhe përrallore ekskluzive të Louis Vuitton. Koleksioni merr frymëzim nga bota e bimëve dhe luleve. Interpretimet stilistike ëndrrimtare japin jetë përrallave bashkohore, ku protagonist janë krijesa detare me një hijeshi moderne. Hapja e sfilatës së Louis Vuitton në Isola Bella përbëhej nga një seri lukesh të frymëzuara nga pajisjet e polumbarve, me jaka në formë pendësh peshku dhe pika ujë që i zbukuronin ato. Kjo pjesë e parë më eksperimentale u pasua nga një tribut për vendin që mirëpriti sfilatën, Italinë, me një seri pulovrash kashmiri me nuanca pastel, kapuç koke të stilit barok, pëlhura damasku luksoze, palto me prerje klasike dhe fustane me lule të frymëzuara nga bimësia e ishullit. Nga përbindçat e detit tek sirenat, finalja ishte një tribut me fustane të gjatë në nuanca pastel, delikate, por me karakter të fortë, që dalluheshin nga korset me mbulesë të butë, mëngët e fryra dhe vëllimet imponuese të rikrijuara fal përdorimit të pëlhurave të tilla si organca, georgeta, mëndafshi dhe dantella. Nëse kanë qenë historitë e lidhura me liçenin apo veshjet me një tërheqje misterioze, por magjepse, sfilata e Louis Vuitton në Isola Bella arriti t'i transportonte të ftuarit në një botë nënujore të luksit alternativ. Ajo është e vetmja partnere që do të jetë gjithmonë besnike. Ajo do të më shoh duke qarë, duke qeshur e duke vrapuar. Nëse nuk do e kisha dashur kaq shumë, nuk do ta kisha zgjedhur. Kjo është moda. Është gjithçka nga momenti që ke zgjedhur dhe i hap dyert stilit tënd. Shkojmë në Milano?
Panajiri i mobiljeve në Milano organizohet që nga viti 1961, kur një grup sipërmarrësh dhe stilistësh italian vendosën të krijonin një event që do të prezantonte dizajnin italian dhe do të promovonte përsosmërinë e industrisë së mobiljeve në vend. Edicioni i parë u mbajt në vitin 1961 në Palazzo dell'Arte në Milano dhe që atëherë është rritur në mënyrë të vazhdueshme për nga madhësia, rëndësia dhe prestigji. Aktualisht çdo vit zhvillohet në qendrën e ekspozitave në Ro, pranë metropolit. Panajiri i mobiljeve në Milano është ndërruar në një ikonë ndërkombëtare në botën e dizajnit dhe mobiljeve për shumë vite. Ky event epik ka tërhequr mijëra vizitorë nga e gjithë bota për të zbuluar risit më të fundit të industrisë, për të eksploruar tendencat në zhvillim dhe për të prezantuar më së miri elegancën e përjetshme të artit të dizajnit. Sot panajiri i mobiljeve në Milano përbën një nga ngjarjet më prestigjioze dhe më të njohura të dizajnit në botë. Prestigji i saj i detyrohet reputacionit për përsosmërinë dhe cilësinë e dizajnit italian, i cili është bërë sinonim i stilit, elegancës dhe inovacionit. Salloni tërheq një audiencë ndërkombëtare në kërkim të tendencave më të fundit dhe produkteve më inovative. Një nga tiparet dalluese të sallonit të mobiljeve në Milano është aftësia e tij për të parashikuar dhe paraqitur risit më të fundit në sektorin e mobiljeve dhe dizajnit. Çdo vit, eventi rinovohet me koncepte të reja, materiale të ndryshme, teknologji të fundit dhe qasje kreative, veçanërisht kohë të fundit, me fokus ndikimin ndaj mjedisit, duke patur prioritet parësor mbrojtjen e planetit. Si rezultat, kompanitë pjesëmarrëse përpiqen të mahnitin publikun me produkte që ndërthurin funksionalitetin, estetikën, por edhe ekologjinë e mjedisit që na rrethon. Panajiri i mobiljeve në Milano nuk kufizohet vetëm në ekspozimin e mobiljeve dhe objekteve dekorative. Veprimtaria përfshin gjithashtu ekspozita arti, instalime interaktive, konferenca, seminare dhe takime me dizajnerat më të famshëm në botë. Ky kombinim i elementëve krijon një atmosferë unike dhe tërheqëse që stimulon kreativitetin dhe inkurajon ndarjen e ideve midis pjesëmarrësve. E padiskutueshme për edicionin e 31 është Euroluce, një gamë e gjerë produktesh që varion nga risit për sa i përket ndriçimit të jashtëm, të brendshëm, industrial, për spektakle dhe evente, për sektorin spitalor, për përdorime të veçanta, deri tek ato për sa i përket sistemeve të ndriçimit dhe automatizimit, burime drite dhe software për teknologjitë e ndriçimit dhe dritës. Euroluce nuk është vetëm vendi i takimit dhe biznesit par excellence, por edhe eventi avangard në fushën e eko-qëndrueshmërisë dhe kursimit të energjisë, si në sektorin e dekorimit, ashtu edhe në atë të ndriçimit. Salloni i mobiljeve në Milano është një ngjarje shumë e pritur, ka një ndikim të rëndësishëm në ekonominë e qytetit, duke stimuluar industrinë dhe duke tërhequr vizitorë nga i gjithë planeti. Është një mundësi unike për të përfshirë në art dhe frymëzim, për të mësuar rreth risive më të fundit të një bote ambicioze dhe gjithnjë në zgjerim. Të mësosh të bësh mod, ky është një privilegj. Për të bërë një stilist me një diplomë italiane, tashmë është një akademi në Tiranë. Quhet Grif Academy, e kemi studiuar. Modele të reja dhe fashion designer të rinj. E ardhmja tashmë është këtu. Që bariqendra e glamurit sot në Tiranë, në Shqipëri, quhet La Grif Academy. Të rinj që aspironi të bëheni stiliste model, e ardhmja nuk ka qenë kur ka qafër. Akademia e Fashion Design dhe Modelingut La Grif Academy është një ekselencë në sektorin e modës me një prirje të fortë për komunikim në media, e projektuar drejt teknologjive të së ardhmes. Dhe fal talentit krijuese e Selakonit, e cila sjell të binjakëzim të jashtëzakonshëm, të binjakëzim të krijimit të modës, së artit, kulturës nga Milano në Tiranë.
Akademia përfshin të rësisht njohurit mbi dizajnin, stilin e modës me kurrikula italiane me një vizion ndërkombëtar, inovativ, dinamik dhe kreativ, duke ecur një hap me tregun në zhvillimin e vazhdueshëm. La Grif Academy ishte një ëndër për mua, një ëndër të cilën doja ta bëja realitet në vendin tim. Dhe i ftoj të gjithë të rinj që duan modën, duan risin, duan fashionin, të ndjekin La Grif Academy për të realizuar ëndrën e tyre. Unë do punoj fort, erdha enkas në këtë vend për të hapur këtë aktivitet, për të hapur një institucion fashion dhe modern në Tiranë. La Grif Academy është një shkollë formuese e nivelit të lartë, e specializuar në formimin bazë, teorik dhe praktik, formon në formën tradicionale dhe më avantgard në lidhje me sektorët fashion të modës, modelingut dhe dizajnit. Objektivi kryesor i akademisë është përfshirja e studentëve të saj në ambiente të botës së artit, spektaklit dhe asaj industriale në Itali dhe në mbar globin. Krahas programeve akademike që synojnë diplomën, zhvillohen aktivitete shtesë si projekte mediatike, seminare të dedikuara, ku mësohet se si ta përjetosh dhe ndjesh modën në tërësinë e saj, nëpërmjet inovacionit, mjeshtërisë, kreativitetit dhe talentit. Kështu që ky është një shans për të rinj dhe për të rejat shqiptare që Milano ta kenë këtu në Tiranë, në këtë qytet që sot ofron dhe pasurohet me Grif Academy. Bota e La Grif është gjithashtu një qendër mendimi, një vend shkëmbimi eksperjencash dhe kulturash, ku studentët nxiten të forcojnë identitetin e tyre personal, duke e bashkuar atë me nevojat e tregut. Diskutimet dhe bashkëpunimet me profesionistë të komunikimit pasurojnë bagazhin e njohurive që studentët e akademisë fitojnë gjatë studimeve, duke konsoliduar rolin e tyre gjithëpërfshirës dhe modern. Ma lakun emnin me vner e jo me rasa. Ma kap